tha, po më pëlqen. Tha që numrin e telefonit të Parimacit, gazetës ditore franceze. Tha, edhe ata e kanë përfaqësinë këtu, thirë atje, ata ndoshta e kanë. Kom thirë në 9-6-7 minuta, Parimac, ma kanë dhënë numrin e korespondentit të Radio Francës në Beograd. Ja pas në haru emrin tash. Edhe ju kom prezentu, thua, Filan Fistekja, tha, diçka, tha, po më pëlqen, tha, na duhet me pas një korespondent Kosovë, tha, qenë numrin, edhe kërkoj e redaktorin e ki Frano Cetini që më kujtohet, një kroat që ka punu atje. Unë e 9:15 e kom thirë Radio Francën në Paris. Edhe mu ka lajmëru pikërisht redaktori Frano Cetini. Urdhënoni, kam thënë, jam Filan Fistekja, jam gazetare, edhe unë kam vendosë me punu për ju. Kur se kom një njerin të kesh për loqkës piti qashtu që i shpërtheu. Filloj me qesh, po tha këtu duhet 2 palë, thash po unë ta dhash vendimin e njënës palë. Thash ti e pala tjetër, mundesh me vendosë. Tha diçka, tha më ke zonë në një pozit të cilën tha nuk po di qa me të thonë, po hajtë pregadit na diçka, edhe kur t'jesh gati, na e dërgo. Unë shkova të Ibrahim Rugova. Po. Edhe, thash kryetar, kështu është shansi me fillu me punu për Radio Francën. Me njëherë kuptoj edhe tha, kjo është një mundësi e madhe, jo për ty, tha, për Kosovën. Për shkak se një zonë ndryshe del për Kosovës, tash. Tha, nëse këto e arrin, tha, nuk ka, tha, një të mirë më të madhe që i bëhet Kosovës këtë moment. Thash, po, për këto da duhet një intervist e mrekullueshme imja e jotja. Muj me thonë që ndoshta ajo ka qenë intervista ma e bukur që e ka dhënë Ibrahim Rugova ndonjëherë. Pra dhaj u angazhu për me mujtë me vriju. Qëllimi ishte. Po, edhe natyrisht intervistën e bëm në serbokroatisht, se redaksia ishte në gjuhën serbokroate, edhe u adërgova. Në momentin derisa shkon të inqizimi, se ne i këshim bo me Florinin edhe mjetet në telefon që shlidhet direkte, jo me në gjitë dëgjusën për kasetofoni, në momentin që shkoj komplet intervista, veç o qu receptori edhe Frano ka thonë, kjo është një interviste mrekullueshme. Pra ati momenti unë kom punu një vjetë në Radio Francë, edhe jam bëha zani i... Ja dole për me punët. Ja dole. Jo vetëm që ja dola, po muj me thonë që unë kam qenë korespondentja e parë në Kosovë për mjetet e huja. Për një medium të huj, ndërkombëtar. 93-shin më kanë thirë me punu në Zërin e Amerikës. Atëherë jom përshëndet me Radio Francën edhe kam vazhdu me Zërin e Amerikës. Pra 2 vjetë punut në Radio Francë? Në Radio Francë. Që është radio publike, franceze? Po. Realisht, unë kam qenë korespondente të ne, edhe ata fare nuk përziheshin në raportet e mija. Unë i dërgoja në mënyrë profesionale të punume, edhe serbokroatishtën e kom ditë edhe e di perfekt, kështu që kom mujtë me përcjell komplet atë që ndodhë të Kosovë. Në 93 një kalut në Zërin Amerikës. Në Zërin Amerikës, gjithashtu korespondentja e parë për Zërin Amerikës në Gjurë Shqipe. Ju keni qenë e para për Zërin Amerikës. A pa të filluat edicioni Shqip? Jo, ma vonë. Jo, edicioni Shqip ka qenë i Zërit Amerikës. Edicioni Shqip ka fillu shumë ma heret, po ata s'kam pas drejt me pas korespondent. Se kanë zbatu një politik tjetër të ashtu. Ata të cilët të parët u qelën ishin realisht ishte Radio Franca. Për rajonin që u qelën. Në basa saj erdhë Zëri Amerikës. Edhe unë punova për Zërin Amerikës dhe në 98.
Deri në 98. Kur e themelova radion Istenishin edhe produksionin televiziv. Do me thonë, në 98 një e formut, që me thonë, shpinë tuj të vogël në atë kohë. Që me thonë, që ishte radio online, apo? Ishte radio e parë, jo vetëm në Ballkan, po edhe në Evropë, në internet. Në internet. Të njëjtën gjë e bëri edhe BET 92 në Beograd. Na punum me ekspertat tonë, në atë kohë me Driton Hapshiun, i cili e boni faqen, i boni lidhjet, edhe njerëzit të që po punojnë diçka në kompjuter. Po, na brenda ditës kishim deri në 1 milion klikime. Këto shpjegoma. Pra, në 98-ën, ku, si me thonë, penetrimi njerëzve në internet ka qenë shumë i vogël, jo vetëm të na. Pra, Këtu. Ju ishit kryesisht dëgjoheshi jashtë? Kryesisht jashtë. Kryesisht jashtë. Kryesisht jashtë, edhe kishim edicionet në Shqip edhe në Anglisht. Pse dishim se ndikimin mund të bëjmë ma tepër në Anglisht. Në ndërkohë që... Ku bënë, patët studio, e bëm një studio në Breg të Diellit, edhe pre atje të fillum transmitimet. Ma vonë prej Shkupit kemi pas 2 orë transmitim live, drejt për drejt, në valë të Shkutra dhe internet. Financiarisht, realisht, da fillum pa pare. Vetë me forcat tona, në kuptimin e asaj që unë që mersha honoraret për Zorit Amerikës, dhe atjerë që qka kisha mbledh, shpërndava në ashtu. Ambasada Hollandës në pa dhënë një donacion disa kompjutera, edhe një mikset, në ndërkohë që Qiran edhe pastaj edhe ndihmën kryesore na e dha USAID Amerikan, i cili për me na mbrojt erdhe dhe u vendos në shtëpinë Kojshinesh. Okej. Që krijon pastaj një farë lloj sigurie. Sigurie që me funksionon. Në vitin 2000, kur kom qenë në një konferencë në Kombet e Bashkume, rasisht, do me thonë tavolin kisha emrin tem, edhe më afrohet një burr, edhe thot, afër dita, finally to meet you, edhe unë e qona përshëndetna, edhe thot, nuk po ju njohati. Tha, ti s'ke nevoj neve me na njoft, na të njofim shumë mirë. Ishte udhëheci Network Solutions në atë kohë që ishte si Facebooku, Google-ja. A ju njoftë për shkak se... Për shkak se ata kishin bo distribuimin e rjetit të internetit në për tanë botën për me mbrizoni janë sa matutje. Pas lufte, pra është cak veti, fakt, lufta. Ju thëtë që keni ikë me... Nuk kam ikë. Ju kanë përnëzonë. Në kanë dërbu. Dalimi është. Absolutisht. Dalimi është. Se ai që ikë bëhet refugjat.